Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tuassir, Rabbi tamim bil khairi, Rabbi zidna ilman wa fahman wa hikna bis salihin. Alhamdulillah, kemi hyrë në muajin e Ramazanit dhe jemi në një muaj të begat. Muaji i Ramazanit ka begati të pafundme, të cilat neve edhe nëse fillojmë me i numëru, ato pothuajse nuk kanë një fund dhe nuk mbarojnë. Jo se janë pafundme nga aspekti pafundësisë së tyre, por janë të shumta në numër. Inshallah, sot kam me folur në lidhje me adhurimin. Çështja adhurimi dhe çfarë është adhurimi? Vlerat që ka adhurimi në Islam. Adhurimi është diçka e madhe e cila nuk është vetëm në fenë islame, po adhurim pothuajse bëjnë të gjitha krijesat e Zotit, pa përjashtim. Të tana krijesat e Zotit kanë adhurimet e tyre në format, në metodat e tyre. Njashtu edhe neve, Allahu subhanahu wa taala na ka bërë rizq dhe na ka bërë prej muslimanëve dhe na ka caktuar adhurime të caktuar. Adhurimi është bindja ndaj Allahut subhanahu wa taala, ndaj urdhrave dhe ndalesave që Allahu subhanahu wa taala i ka caktuar. Vlerat psikologjike e adhurimit dhe dobijitë e tij janë të shumta. Dhe mund të numërojmë shumë prej tyre. Ndërsa unë jam përpjekur me i mbledh dhe me i përmbledh në disa pika, inshallah. Vlera e parë e adhurimit, pa vlera psikologjike, kur njeriu e mendon që është duke adhuruar Allahun subhanahu wa taala, krijuesin e gjithësisë, atë i cili ka krijuar gjithçka, është sebepi që neve ekzistojmë mbi sipërfaqen e tokës. Nëse nuk do të ishte ai, asnjë do të ishim, do të ekzistonim, por është ai i cili krijon çdo krijesë me krijimet e tij. Ai është i pa fillim dhe i pa fund. Dhe kur krijesa e njeri, kur neve mendojmë dhe logjikojmë që jemi duke adhuruar ata i cili na ka krijuar neve, ata që neve i dim dhe ato që nuk i dim, është një krenari, është një mëshirë, është një kënaqësi e madhe për gjithë secilin prej nesh. Ndikimi pozitiv që ka ana psikologjike tek njeriu është e madhe. Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an, padyshim namazet bëhen pengesë për paturpsinë dhe të këqijat. Pra namazi, i cili është njëri prej adhurimeve bazë në Islam, bëhet pengesë ndaj paturpsive dhe ndaj gjanave të këqija. Do të thot dikush prej nesh që ne veshojmë dhe për atyre të cilët shkojnë në xhamia dhe falen, por përsëri bëjnë punë dhe vepra të këqija. Ata mund shkojnë në xhami dhe falen, ose shkojnë në xhamia, por ata nuk e adhurojnë Allahun subhanahu wa taala ashtu si duhet, por shkojnë dhe bëjnë gjimnastik në namazet e tyre. Allahu na fal, mos na bëf prej tyre, por atë adhurim që ta bëjmë një ashtu si Allahu subhanahu wa taala është i kënaqur me ne. Pra të përpiqemi me adhuru Allahun subhanahu wa taala në mënyrën më të mirë. Njeriu patjetër që kërkon të adhurojë dikën, Allahu subhanahu wa taala e ka krijuar njeriu, krijesë të tillë që patjetër do të adhurojë dikën. Dhe e shohim në Islam, elhamdulillah, neve adhurojmë Allahun subhanahu wa taala një dhe të vetëm. Të krishterët kanë adhurimet e tyre, jahudit adhurimet e tyre, por edhe ata të cilët ju thonë vetes se neve jemi ateist, dhe ata kanë dikën që adhurojnë. E cili është ajo që adhurojnë ata? Është mbi natyrshmëria e tyre, e kështu me radhë atë që ata e marrin për Zot. Po gjithsecili për krijesave e adhuron dikën edhe diçka. Kjo është e pandalshme, sepse në trupin e njeriut është instaluar instinkti të besuarit dhe instinkti të adhuruarit. Gjithsecili ka me adhuru dikën, elhamdulillah, Zoti na ka bërë prej muslimanëve dhe
neve e adhurojmë Allahun subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an, e nuk e kam krijuar për tjetër gjindet dhe njerëzit vetëm se të më adhurojnë mua. Ashtu si e shikojmë në këtë ajet Kurani, Allahu thot në Kur'an që i kam krijuar gjindet edhe njerëzit, pra gjindet të cilat janë krijesat e një dimensioni tjetër, edhe njerëzit pra krijesën njeri, që ta adhurojmë Allahun subhanahu wa taala. Pse Zoti kërkon adhurimin prej nesh? Zoti kërkon adhurimin prej nesh, ashtu si e përmenda dhe pak më parë, se njeriu është instaluar i tillë që ta adhurojë dikën. Edhe Zoti do që ta adhurojmë Zotin dhe jo idhujt apo krijesat e tjera. Për atë arsye, Allahu subhanahu wa taala e urdhëron njeriu që neve ta adhurojmë atë dhe vetëm atë dhe asnjë krijesë tjetër. Kështu na ka thënë Allahu subhanahu wa taala në lidhje me adhurimin. Adhurimi, anë tjetër psikologjike e njeriu është se adhurimi e zbut zemrën e njeriu, e bën njeriu që të jetë më i mëshirshëm dhe më i dashur, jo vetëm me njerëzit, por edhe me krijesat. Jo vetëm me njerëzit, por edhe me krijesat. Zemrën e zbut namazi, e zbut agjerimi, në këtë muaj të begat që jemi, agjerimi që neve e bëjmë, na i zbut zemrat tona, sepse e dim që po bëjmë një punë dhe një vepër që e kënaq Allahun subhanahu wa taala, dhe njeriu kur është me Zotin, është i fituar, është krenar, është i qetë, nuk është i acaruar dhe nuk është prej atyre njerëzve të cilët gjithmonë janë në tensione dhe në presione të ndryshme. Adhurimi e fuqizon zemrën me besim. Allahu subhanahu wa taala na tregon dhe na thot në një ajet Kurani ku thot ela bi dhikrillahi tadmainul qulub, pra edhe nuk qetësohen zemrat ndyshe vetëm se me përmendjen e Zotit. Pra kur e adhurojmë Allahun subhanahu wa taala, qetësohen zemrat e besimtarve. Pra zemrat e besimtarve bëhen më të qeta, më të buta kur e përmendin Allahun subhanahu wa taala, kur e adhurojnë Allahun subhanahu wa taala, qoftë me namaze, qoftë me dhikre të ndryshme, siç mund të jetë subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, wastaghfirullah, e kështu me radhë, kur metet gjithmonë në gjuhën tonë përmendja e këtyre fjalëve, atëherë zbuten dhe qetësohen zemrat me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Adhurimi e nxit njeriu që të jetojë me plan dhe me disiplinë. Jetoj me plan dhe me disiplinë. Kemi namazin, apo qoftë edhe agjerimi që jemi tani. Namazi janë 5 kohë të ndara dhe na është caktuar në kohë të caktuar falja e namazit. Nuk e këtej kalon kohën e vetë koha e namazit. Dhe na ka caktuar kohën, pra është një lloj disipline që gjithsecili prej nesh duhet me e pas. E nëse flasim për agjerimin, edhe agjerimi është një disiplinë. Sepse njeriu ngrihet në syfyr, e ha syfyrin dhe pret gjatë gjithë ditës me sabër dhe me adhurim për të ardhur iftari. Pra nuk konsumon gjë gjatë kësaj periudhe. Edhe kjo është një disiplinë, edhe është një forcim i karakterit, i moralit, i individit në përgjithësi nëse vepron në mënyrë të tillë. Adhurimi e largon njeriu nga fjalët e këqija dhe veprat e këqija. Adhurimi e largon njeriu nga këto punë dhe veprat e këqija sepse i friksohet Zotit. Dhe e din që ka me dhënë llogari para Allahut subhanahu wa taala në lidhje me këto punë dhe me këto vepra që ai bën. Prandaj çfarë bën? Allahu nëpërmjet adhurimit ja ka dhënë mundësi njeriu që të largohet nga punët, veprat e këqija. Jemi në muajin e Ramazanit dhe vazhdimisht jemi me këtë agjerim që Zoti na ka bërë risk ta agjerojmë dhe jeni më të lirshëm që të bëjmë punë dhe vepra të mira. Dhe ndër arsyet kryesore është se Allahu subhanahu wa taala, ashtu si na tregon dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, duke thënë që në këtë muaj Allahu subhanahu wa taala i lidh gjindet e mëdhenj. Edhe neve jemi më të lirshëm me adhuru Allahun subhanahu wa taala, qoftë me agjerimet tona, qoftë me namazet tona, qoftë me duat tona. Edhe e shohim
edhe muajin e Ramazanit në krahasim me muajt e tjerë. Nëse agjerojmë në një muaj tjetër, qoftë një ditë, na duket kush e di se çfarë agjeruam. E kur agjerojmë në muajin e Ramazanit, kalon dita se kuptojmë fare. Pra është prej mirësive që Allahu subhanahu wa taala na ka dhuruar dhe t'ja dim vlerën kësaj që neve Zoti na ka dhuruar. E lutim Allahun subhanahu wa taala na i fal gjunat dhe mëkatet tona. E lutim Allahun subhanahu wa taala na bëjmë prej besimtarëve të vërtet. E lutim Allahun subhanahu wa taala që në ditën e gjykimit dëshmojmë dëshminë e mirë, dëshmojmë dëshminë e njëshmërisë Allahut subhanahu wa taala, edhe inshallah adhurimet tona bën një dëshmi e pafundme për punët dhe veprat tona të mira inshallah. E lutim Allahun subhanahu wa taala na i fal gjunahet e mëkatet tona. Wastaghfirullahi li lakum wastaghfiruhu fa innahu huwa ghafurur rahim.